Kosova nesër shënon për vjetorin e 18 të shtetësisë. Në shënim të kësaj feste edhe këtë vit shteti të Kosovës i mungon njërin nga nënshkruesit të parë të deklaratës së pavarësisë së Kosovës të nënshkruar 18 vite më parë, Hashim Thaçi, i cili ishte një nga figurat qendrore të skenës politike kosovare për më shumë se 2 dekada. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujës, më pas udhëhoqi institucionet e vendit si kryeministër dhe president, ndërsa në historinë shtetformuese mbetet i njohur si i pari që nënshkroi deklaratën e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 në seancën solemne të Kuvendit. Unë me nderin dhe privilegjin më të madh do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Pas më shumë se 5 vitësh në Hag, para trupit gjykues të dhomave të specializuara, po vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish krerëve tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqit, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Seancat po zhvillohen në një prej proceseve më të ndjeshme për historinë e pasluftës në Kosovë, duke të hequr vëmendje të madhe politike brenda dhe jashtë vendit. Deklarata e pavarësisë shënoi një moment historik për shtetin më të ri në Evropë, duke hapur një kapitull të ri për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Sot, ndërsa procesi gjyqësor vazhdon në Hag, emri Hashim Thaçit mbetet i lidhur ngushtë me atë datë historike dhe me periudhat më vendimtare të shtetëndërtimit.